Regjimi Vučićit mban lidhje të forta me kryetarin e deri tanishëm Venezuelës, kjo për faktin se Shteti i Amerikës Latine ende nuk e ka pranuar Kosovën shtet të pavarur e sovran. Për këtë vetë Maduros me 11 janar 2025 i ishte falendëruar e dërguara speciale nga Beogradi Ana Brnabić, që mori pjesë në inaugurimin e tij për president. Kjo pas zgjedhjeve që Shtetet e Bashkuara, opozita në Venezuelë dhe disa vende tjera i kishin konsideruar si plotësisht të vjedhura. Shefi i shtetit në Beograd dramatizon situatën duke thënë se dikush nga shtetet fqinje ballkanike mund ta sulmoj Beogradin. Vajton sërish për aleancën ushtarake Kosovë-Shqipëri-Kroaci. Kako dalje da se naoružavamo i opremamo. Kemi folur se si tutje të plotësojmë njësitë tona speciale, se si tutje të armatosemi e të bëhemi gati. Do kemi investime shtesë në industrinë tonë ushtarake. Kemi sjellur vendim për mbushjen e rezervave jo vetëm të ushqimit e ujit, por edhe të municionit.